Talking in French. Hello, Jonida. Po jeni bërë shumë të bukur, sidomos ti Arbër. Ka ardhur pranvera. Dhe ti se të shket diçka sot ndryshe. Është zgjatur dita. Se shikoni nuk Por mbi të gjitha ka ardhur Andi Vrapi në studio. Mezi po e mbaja thash mos flasje. Po themi bëj bukur kështu që më Let ma thot lejo ti. Je bërë shumë i bukur. Ka frik nga ti. Si gjithmonë. Mirë se u gjeta njëra shumë kënaqësi si gjithmonë ti jem këtu me ju. Me një treshe bombastike. Jemi shumë cool, me thënë drejtën, jemi shumë fan. Jemi nice vibes. Një në javë keni programin, besoj do ta bëni pak më shpesh, edhe pak më gjatë. Po na ndoro, mirë jemi. Si ti Jonida? Mund të ridëgjosh transmetimet tona 3 herë në javë, për shembull, edhe kupton Ma futa. Bravo. Ma more hapun e herës kaluar, pyetjes kaluar. Andi po si e një herë. Mirë, shumë mirë, po na ndron gjaku tani jemi kështu si përgjumur, si damllosur, po jemi mirë. A kjo është kjo njësia, është ndrimi i gjakut. Nuk është kështu si je dukur sot ti. Po me këmish po jam serioze. I thash çka ke keni takim nga pasi thash. Po edhe e ke zbërthyer pak, ama se do thon po ngacmon, ama jo. Kam zbërthyer pak. Kemi shok. E kam zbërthyer pak thotë, zbërthyer edhe Edhe vazhdon akoma. Edhe vazhdon drejtohet nga Arbri ndërkohë, kupton? Ju të dy. Por ju flisni pastaj thu ju të dy. Ç'pun ju nuk folëm ne. Po ajo flet me ne dhe drejtohet nga ti, po është e vërtetë. Andi kot bëjnë, domethënë kanë për show, po. Mos na ndaneve këto që bëjnë kot mirë. E kanë kot. Mirë se vinin, pardon, ju e kuptuat që kemi nisur me energji të mirë dhe ashtu do të vazhdoj programi deri në fund. Me Andin sot do të flasim për gjëra të bukura artistike, sepse jeni mësuar që kohët e fundit ne thjesht e pyesim se çfarë ndodh për Bigun, si e komenton, çfarë memesh ecin më shumë, cili është personazhi që është më fan për të bërë meme të tjera si këto. Me që në këtë fushat elektorale të Big Brotherit nuk ka hedhur kush lek, nuk përgjigjemi për këtë. Po. Flasim për pjesën e politikës. Por shikimet e tua vazhdojnë të rriten, kështu që kjo ka rëndësi. Andi sot do të na flas për një event i cili në fakt është përfolur gjatë këtyre ditëve. Ju ndoshta mund ta keni dëgjuar se për çfarë bëhet fjalë, po detaje më të mëdha do t'i zbuloj Andi sot, edhe me sa po flisnim përpara se të hynim në studio, un kuptova që do kemi 3 ditë zjarri këtu përballë tek sheshi. Mu këtu poshtë nesh tek sheshi Italia. Na trego pak më shumë Andi. Për çfarë po fillova të flas për muzikën, kam përshtymin të na zër, pardoni, javës së ardhshme. Si është Musex apo? Musex. Kam ndonjë të seksi ky. Qyçja. Li, shiko, mund ta ketë dhe të seksi, po dhe të eksi, sepse është Muse X në fund. Jo Musex. Pse po bëhet kjo bisedë drejt Arbrit, dhe jetës së tij personale, personale, jo kaq shumë private, le të themi, po. Shiko, jeta e Arbrit nuk është vetëm Arbrit, është edhe jona. Po, e kemi përjetuar. Shiko, Musexi është, me thënë drejtën, është një projekt që unë kam shumë për zemër, jo vetëm unë, po i gjithë grupi që e ka ndërtuar si projekt, duke qenë se është hera parë që bëhet jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë Ballkanin. Është Expo festivali i parë i muzikës edhe i arteve / entertainmentit. Dhe është një projekt goxha ambicioz, është i ngritur out of nowhere, le të themi, pavarësisht se nga pas ka një kompani shumë të madhe Click Expo grupin që ka një historik mbi 25 vjeçar në organizimin e panajireve, po ky nuk është thjesht një panajir biznesi, ka të gjitha brenda, qoftë edhe audiencën që e ka shumë të limituar ose të targetuar, mënyra se si do funksionojë. Fakti që janë bërë 2, edhe festival edhe panajir. Me fjalë shumë të shkurtra se edhe kur bëhet gjithë shpjegimi gjatë bëhet edhe pak sa i lodhshëm, po do jenë 3 ditë dhe 3 net, shumë të ngjeshura, me shumë. Duket se këtu është i ftuar një ndër artistët e mi të preferuar që nga gjimnazi. Kush më? Ma thuaj main artist. Marini. Ja. Po të cilës nace ka 3? Hip hop. Buta? Ja. Atë do ta them. Marini? Ja. I huaj. I huaj. Po ndoshta se kemi treguar akoma Arbër. Zbuloj Arbër. Ndoshta se kemi treguar akoma, more. Okej, vazhdo. Atëherë po. Le të Arbër, kujdes mikrofonin Arbër. Nga data 11 deri në 13 prill, nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 19 të pasdites, të gjithë kanë mundësinë të hyjnë
for free në ambientet e Musex që është këtu poshtë tek sheshi Italia. Janë rreth 60 biznese të fushës së muzikës dhe arteve që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar, Evropa dhe Ballkani për të ekspozuar të gjithë diapazonin e shërbimeve që ata ofrojnë. Dhe kjo do të thotë jo vetëm ata që merren me muzikë apo janë pjesëtar të industrisë muzikore në pozicione të ndryshme. Ata që po dëgjojnë tani Top Albania Radio duhet kuptojnë që ka të bëjë edhe me pjesën e filmit, xhirimit të videoklipeve, podcasteve, gjithçka që ka të bëjë me entertainment, marketingut, pra të gjithë diapazonit që përfshin kjo punë, por kjo fushë. Por edhe ata që ndoshta nuk kanë lidhje fare me këtë profesion, thjesht mund të kalojnë sepse e gjithë zona është konceptuar si një chilleria me pak fest brenda dhe me TED Talks, edhe me konferenca, të cilat në fund ditës do kulminojnë në një studim që do i bëhet tregut muzikor shqiptar dhe atij artistik, që të gjitha bizneset e huaja, të gjitha festivalet, të gjitha klubet e huaja që kanë nevojë dhe duan të futen në tregun shqiptar nuk kanë të dhëna zyrtare se si funksionon, sa është audienca, cili është interesi i audiencës, dhe këtë ne do mundohemi që ne do arrijmë të gjithën këtë në 3 ditë. Kupton, ne thjesht do shtrojmë një tull në gjithë të murin që është e nevojshme. Dhe pastaj nga ora 7 e pasdites deri në orën kur të zgjasi. Deri në 12 besoj. Deri në 12 besoj, por mund të kalojmë në silent party, prandaj thash varet se kur. Do të thënë ka metoda, bravo. Që mund ta kalojmë 12-shin. Prezi, mendojmë. Dhe 3 net festivale të dedikuara në rryma të caktuara muzikore. Nata e parë është nata e muzikës elektronike, ku headliner kryesor është Dubfire, është Grammy nominated DJ. Vazhdojmë pastaj me një sër DJ-sh të tjerë, por duke qenë se nuk është rryma ime e preferuar, nuk kam denjuar ti pse përmend emrat. Po janë disa DJ të muzikës elektronike, por kam përshtypjen që njerëz të cilët e pëlqejnë këtë muzikë dinë shumë njerëz të cilët do të jenë ftuar. Do jetë vendi i tyre i duhur atë natë. Një ndër ta është dhe Arbri, e pëlqen shumë muzikën elektronike, kështu që po flas. Të gjithë ata që e pëlqejnë këtë rrymë në natën e parë. Do të shkruaj si shef me një tallava. Kam déjà vu Arbër, prandaj nuk flas. Okej, quhet. Çfarë di Andi që ne se dim? Jo, Andi mos e hap atë temën. Andi refuzon të hap gojën për këtë temë. Ka ardhur të flas vetëm për Musexin. Kur flasim për Muse Arbër, atëherë. Nata e dytë pastaj është dedikuar muzikës hip hop. Dhe nata e tretë është dedikuar muzikës rock and roll. Një gjë shumë e bukur që do ndodh gjatë 3 ditëve janë betejat në ringun e Stormit. Duke qenë se Storm të gjithë mund konsumojnë Storm aty që të mbajnë lart energjinë aty ku duhet. Aty ku duhet. Ditën e parë do të kemi DJ battles. Pra në ring do kemi DJ të ngjitur në ring që do të përballen, edhe do të ketë një uri, por edhe publiku do arrijë të votojë dhe ai që do të votojë do ketë një spot natën mbrëmje për të luajtur krahas DJ-ve të tjerë. Ditën e dytë pastaj do të kemi rap battles. Të gjithë reperat e rinj kudo ku ndodhen do kenë mundësi. Tek ky eveniment. Kemi pasur një numër të frikshëm aplikimesh nga reperat e rinj. Do të thosh çuna edhe goca të talentuara. Jam shumë kurioze për gocat tani. Po, edhe DJ Goca në fakt. Bravo. Po, është një trend që po zhvillohet në Shqipëri edhe po përqafohet, edhe është shumë bukur me thënë drejtën. E dini ju që unë kam dashur të bëhem DJ. Wow. Po pse nuk e vazhdove? Si u shojtë e ëndër. Kur erdha gjeta burr. Kur shihnin 36 miksime të njëjtës këngë të Florë Majesit nga një ditë shkolli. Kur erdhan Top Albania gjithkohë. Kur erdhan Top Albania Radio, nga që gjatë gjithë kohës isha me çunat në kontakt me DJ-t e radios dhe kisha shumë qejf këtë pjesën e të miksuarit, pasi në festa të ndryshme i shoqëroja me vokal. Dhe kemi qenë në një fest Andi dhe ishte e ftuar një vajzë DJ e cila performonte topless, sigurisht që ky nuk do ishte kur rasti. Po si ajo që shkoi Tarian Çani që u bë virale. E kam kështu si traumë për adoleshencë. Me trauma. Ti pe atë topless edhe pse ajo jo. Se mos bëhem unë. Po sigurisht që s'do lindë burri. Që si tregove këtë shembull. Unë nuk do performoja topless. Pastaj burr dhe se la burri. Po thash, me që unë flas me mikrofon, i fuste një të miksuar dhe ti marr të dy të marrë dhe pagesën e DJ. Po shikon nuk e kur vonë. Po ja, më iku si dëshirë, ja. S'të pëlqen, ëh. Sepse unë nuk jam shumë e veglave, e mrokullave, domethënë. Si, gjithmonë. Bën kot, sa po rrotulloj këtë tani ndërkohë. Vetëm zërin hapa. Kemi pak publicitet, pastaj ju tregoj detaje toplesit të tjera. I argëtimit, i kinematografisë, i podcasteve, i gjithçka që ka të bëj
me gjithë këtë gjë që me ne bëjmë. entertainmentin, Me le ta them. Entertainmentin, nëse me argëtimin. Po le ta argëtimi quajmë kështu. argëtimi në shqip përfshin një diapazon shumë herë më të gjerë se vetëm kaq. Po mirë ti si kurator tani që do jesh i gjithë gjës. Sa artist je më burr. Do ta konsideroj të jepi një mundësi të dytë në jetë Jonidës për të bërë DJ për shkak. Jo, e kam lënë tani lash. Me gjithë shef. Po Bile isha- ta marrë edhe lejnë aty. Isha Të zhvishet re. lejnë. Për Jonidën. Që gjithë që s'po e bën këtu ta bëj plot atje. Ja e ke veglave të Sold out, ka çfarë? Po mendojni një dyshe bombastike, Po, teknike unë aty aparenca. nënja që Ti luaj lëviz muzikë. butonat, mos u zhvish ti. Unë lëviz A mund të butona. bëj menaxher juaj vajza apo? Ah, man. Mbaroj Arë pse s'bëhesh menaxheri, mund dalësh më me fitim këto kohë që kanë ardhur. E shikon? Kur e mendon. Këto kohë që kanë ardhur apo? Këto Këto kohë që. Kohë, hapësirë, Tani, shkenda. Ta vazhdojmë aty ku e lam, e lam te nata e dytë dhe kishim një përballje hip-hopi. Ditën e dytë kishim Ditën më e saktë dytë. përballje rap battles dhe DJ. Dhe reperi që fiton ka një spot, ka një hapësirë në festival në Dark, krahas emrave siç është Buta, Marini, e shumë emra të tjerë, kryesisht artistësh të rinj. Shiko, ne kur menduam për line-upin, kishim mundësinë të merrnim dhe DJ shumë herë më të njohur ose reper shumë herë më të njohur, qoftë dhe shqiptar, po edhe të huaj, se sot janë gjitha mundësitë, siç e kemi parë që në Tiranë mund vinë emra shumë të njohur. Por duke qenë se ishte hera jone e parë, duke qenë se grupi ynë është grup të rinj, pra mosha jon mesatare është 26-27 vjeç, Edhe nuk i vërtet, edhe këtu organizues. tavolina shu jemi. Po. Ne që e kemi mendje, ne që e kemi mendje. Dhe menduam që okay, duke qenë se është edicioni i parë, ne do mundohemi që në të gjithë të gjën e madhe, ku kemi marrë të gjitha bizneset e mëdha, të japim mundësim të rinjve që të kenë mundësi për të promovuar dhe ta kenë si një CV shumë të mirë në pasaportën e tyre. Edhe prandaj shumica janë të rinj, por brezi im juaj. E një të gjithë line-upin. Dhe nata e tretë pastaj është që mund ta gjeni veten dhe ju të tjerët. Na marrë shqia se ne e gjejmë veten të treja netët. Hajde, provoje që e gjen E veten. mbaj. Provoje. E mbaj. 3 netë. Një Jonida. festival. Shiko. Le i dorëzohet se flet shumë herë. On Jo, flenë Jonida, 10, shiko. po mund vinë 7. Live from Tirana do të bëhet të treja ditët do të bëhet live nga Music, kështu që ke mundësinë që bësh party dhe të vish të ta bësh emisionin aty. Bëj dhe një intervistë aty Të bësh, me po. Ronaldo. Kjo nata tretë që ne e njihni kush është? Është muzika rock and roll. Luan Zheku dhe Është Shaka. tash rock and roll, mo jo Po, muzika. thash ka që e njihni ne. Jo muzika e lehtë. Që e përshëndesme për çfarë thonë me qira fjalë. Po na dëgjon? Po. Okej. Janë tre musketierët, ko sigurisht Pikas, Alexander Gjoka, I love Sandri forever. Sony nuk e kemi për këtë herë. Tani na ka nisur me që po flasim lirshëm për estradën Shiko, mos shqiptare. lirohemi dhe shumë se Jo, Soni Male ka qenë pak ditë më parë në podcastin e Meritonit dhe gjatë një deklarate e cila është bërë virale tashmë, ka thënë që me pak fjalë ata që duan ta kuptojnë dhe ashtu siç e komentojnë dhe portalet dhe shkruajnë. po thuaj. Ka thënë që Tinte tema. jemi 3 këngëtarë që këndojmë live. Ka thënë jam unë, Aurela Gaçe dhe Alban Skënderaj. Dhe ditën e sotme, si duket Alexander Gjoka e kishte parë Të gjithë të tjerët që këndojnë live e kanë dëgjuar deklaratë. e kishte parë tek një portal dhe riposton në Instagram dhe shkruan si kishte thënë Soni na mëso pak. Ama no Soni na mëson Na dhe mëso neve. si të këndojmë live. Live, po. Kështu që. Prandaj ishte kjo batuta e Sonit. Prandaj ishte. Po, Kush do ta komentoj? është shumë interesant Alexander Gjoka në Instagram. Jo për të Është bërë shumë funny. jo për të bërë avokatin e djallit, po është nxjerr pak nga konteksti kjo që kisha Ta thënë thash Sony. pra siç e kishin. Domethënë Sony e tha me Si e idenë kanë që për të transmetuar mbushur stadiumin dhe portalet. për të bërë një koncert në stadium, për ta bërë këtë gjë live, jemi vetëm 3 veta, Sony, Albani dhe Aurela. Nuk e kishte me të gjithë që këndojnë live, se ka artistë shumë të tjerë, shumë të mirë që këndojnë live. Prandaj Është Angela si Peristeri, është Era transmetuar Rusi, në Marcela portale. Çapukaj. Live këndon dhe Lei kur e mendon po. Ndush, po. Por jam horror. Po provoj një herë mi lej. Dhe në natën e tretë në Music kemi Përveç tre musketierëve, kemi Eugen Bushpepën, kemi Bojken Lakon, edhe një sër emrash të super. tjerë. Kështu që unë ju sugjeroj që
na e bëni një vizitë, se jeni dhe media partner. Po sigurisht se Çdo njeri mund ta gjej veten, domethënë çdo moshe mund ta gjej veten në këtë. Sigurisht. Tani Andi, Expo nëse Festival. unë përveç se DJ çmendem një ditë dhe dua të luaj një film, a e gjej veten në këtë Që ka gjithë ëndra sot Jonida. në këtë Që panajir? ka zgjuar Pas ka hapur sirtarin e ëndrave edhe pas ka hapur sirtarin Po e i gabuar. shpalos. se po i Ka hapur shpalos për sirtarin të e gabuar. Për shaka. Po, Domethënë çfarë kontaktesh mund gjej unë aty? ti mund të gjesh regjisor. Ne shiko, se nisa ta tregoja. Ne kemi një hapësirë dedikuar filmit aty. Pyetje për film Okej. erotik me metrazh shkurtër Jonida. Si jeni kaq plus 18 sot. Kur po transmetohemi sa është ora? Sa është ora? Jepi ti mos më merr. Kemi një zonë dedikuar filmografisë. Po. Ne kemi marrë të gjitha pajisjet të cilat mundsojnë regjistrimin dhe bërjen e një filmi dhe kemi edhe mund të bëhen dhe audicione ose një Jo, cast avash aty, po xhirojmë film aty. Po mi më fash. Çfarë bëhet se të shi. Mund të recitosh ti Shqipëri, më jep nder. Më jep emrin shqiptar. Shqiptar, pa jo shqiptar. Kështu është. Jepi Se je edhe profesoresh tani. Shqiptar themi kështu, po shqiptar. Është pa moj. Po mirë, më është pa tani, po vjersha është me ë. Na angre. Marr besë emisionin, marrin zysh me gramatikës të thonë. Por që po edhe ata që janë ta pasionuar pas filmit edhe kinematografisë, mund ta gjejnë veten aty sepse të gjitha studiot që vijnë aty përfshin edhe si muzikën ashtu dhe filmin. Pra, do të kemi nga Britania e Madhe, Ballkani dhe Europa. Britania e Madhe, Franca, e gjithë zona e Evropës qendrore dhe mesdhetare, Ballkani po ashtu, fshin një tan. Kemi një sër festivalesh. Ndoshta unë nuk di pse jam shumë emocionuar për këtë pjesën e festivaleve që na vijnë aty. Nga Trevat kemi Sunny Hillin që vjen aty me stand dedikuar. Dhe kemi dhe Exit Festival që kemi të pranishëm për të qenë prezent në këtë dhe një sër emrash të tjerë, të cilat ndoshta nuk do ishte mirë që t'i thoja të gjitha tani, por do ishte mirë që të vinë edhe surprizë aty. Po bizneset mund të aplikojnë apo është vonë për të bërë pjesë? Jo, tashmë është pak vonë, sepse duhet qenë se panajiri hapet javën tjetër, të premten tjetër. Është pamundur që ne të krijojmë hapësirë se gjithë hapësira duhet branduar. Po. Është gjitha e koordinuar, është gjitha e llogaritur edhe domethënë ne para një muaji gjysmë, deri para një muaji gjysmë e kishim renderin përfundimtar, kështu që nuk kemi futur asnjë biznes apo asnjë tjetër që sepse ishin të gjitha të zëna dhe kjo është ajo që na lumturon me thënë drejtën. Është fakti që ne akoma pa e lançuar publikisht konkretisht çfarë është Musexi, ne kishim xha 90% të rezervuar, që tregon interesin që bizneset kanë për sa i përket artit, muzikës edhe entertainmentit në Shqipëri. Është edhe kjo që Shqipëria në fakt po kthehet edhe në destinacion kulture dhe arti, sepse janë bërë shumë tashmë. Kemi një historik le të themi të emrave të njohur që kanë ardhur këtu dhe si duket shtëpi të ndryshme diskografike shfaqin interes për sjelljen e artistëve të tyre. Na shtyu për të marrë gjithë të sipërmarrje që duket e lehtë, duket fan, duke qenë se bën pjesë muzika, filmi, arti, por nuk është e lodhshme realisht. Por kjo ishte një nga arsyet sepse nëse dikush një sipërmarrës i huaj do të vinë në Shqipëri dhe të jetë prezente, ka le të themi ka paksa të pamundur, se e para nuk ka një studim tregu, siç bën çdo biznes para se të hapet që studion tregun, sheh sa është kërkesa, sa është mundësia për të prodhuar, sa është mundësia për të shitur, cilat si janë ligjet. Dhe me që jemi këtu, është mungesa, po, do ta mbaj. Mund ta mbash pak se kemi publicitet, mua aty mbaje, publicitet. Ka plasur një debat mes çunave, edhe po flitet për muzikë, po flitet për biznes, për muzikë elektronike, për parti të çmendura. Atë kisha një pyetje. Jepi Arbër se e le për gjysmë pyetjen tënde. Si las një herë për gjysmë. Nuk e di. Pam. Jo, nuk quhet për gjysmë se nuk e njeh. Pam. Okej. Po flisnim për tregun dhe jam shumë kurioz se besoj që pika më e dobët që ka kjo lloj industrie është tregu i pakët në numra. Pra kam përshtypjen që të gjithë ta këngëtarët, të gjithë ky lloj tregu nuk angazhohen, nuk investohen shifrat më dha financiare, se tregu shqiptar është treg i vogël në numra. Pra, ky festival që ju po kryeni, ka një lloj targeti për të ndërlidhur? Unë nuk do ta thoja këtë, po është vërtet që numri i audiencës është i vogël krahasuar me vende të tjera për shembull, por është një lloj është një audiencë që investon, pra shpenzon.
Pra, mund të jenë 2 milion shqiptar, po ato 2 milion shqiptar mund të shpenzojnë sa për 40 milion të tjerë. Domethënë, nuk është se varet shumë sasia se sa ata arrin të shpenzojnë për festivale apo për muzikë. Mund të sjellë dhe turistët, paktën sa i përket Ballkanit dhe Europës me turistë. Unë e shoh edhe kur cilët dëgjojnë për një festival apo artist caktuar dhe mund të vinë, siç presim ne bileta dhe shkojmë në Europë për t'i parë nga afër. Në këtë Expo Festival qëllimi i kryesor nuk është fitimi. Domethënë është një projekt aq i madh. Është më shumë bërja, domethënë nisja e një iniciative që përveç se do t'i vlej të gjithë pjesëtarëve të këtij, si të themi, komuniteti, artistësh, menaxherësh, PR-ësh, influencerësh, të gjithë ata që punojnë me këtë punë. Edhe shtrimi i rrugës për ta edhe formalizuar pak tregun, se gjëja për të cilën vuan më shumë kjo lloj industrie është informalizimi. Pra ti nuk ke shifrat sakta, ti mund thuar që kush është më i klikuari, po kush është më i paguari nuk e thua dot, ose çfarë shet më shumë, ti nuk e di çfarë shet, thjesht ti ke jemi te klikimet, më fal, me që jemi te kjo industri. Jemi në treg shqiptar që sa me numrat vegjël. Po le ta hapim. Por ndërkohë artistët shqiptarë ti gjen me 20 milion klikime aty. Në kohë 2 milion jemi edhe më shumë. Unë kam bërë një vi logjike. Që kanë më pak klikime se ata. Unë kam bërë një vi logjike, ndoshta edhe nga puna që kam bërë në klub edhe kam kuptuar paksa. Tregun muzikor e dikton aktualisht tonin e dikton klubet. Longjet klubet, pa më shumë klubet. Pra, mënyra më fitimprur se artistëve shqiptarë është të performojnë në klube, nuk është klikueshmëria në YouTube apo në Spotify. E vetmja periudhë që i ka ndihmuar artistët shqiptar Spotify ka qenë gjatë pandemisë, kur ata nuk mund të këndonin dhe paguheshin nga streamsat e Spotify. Por duke qenë se i gjithë tregu muzikor diktohet nga klubet, synimi atyre është t'i mbushin mendjen klubeve për t'i prenotuar. Dhe si mbushet mendja një pronar i klubi apo një administrator i klubi apo një drejtues i klubi, mbushet me klikime. Unë jam Andi Vrapi dhe unë kam 50 milion klikime dhe ti je Arber Çepani dhe ti ke 5 milion klikime. Edhe unë shkoj dhe vjen lej kraja pastaj që ka 120 milionë. Lej pastaj na spastron të dy. Për shembull, nëse shkoj unë dhe Lej që duam të gjejmë një Lej topless ti. Lej që do të bëhet këngëtare për shembull. Lej për shembull që e ka ëndër. Si mund ta gjej veten në këtë në Muzex apo në përgjithësi? Si mund ta gjej veten? Në përgjithësi apo në Muzex? Në Muzex. Në përgjithësi flasim pastaj. Se të dia si të përgjigjesha. Do të përgjigjem kështu seriozisht. Shiko, në Muzex do ti si artiste re ose që ke nevojë për kontakte, që ke nevojë për mbështetje, ke nevojë për të shkruar kontratë me dikë, për të menaxhuar ose ndoshta edhe për të bërë këngë apo whatever. Ti aty ke mundësinë perfekte sepse ti ke aty edhe menaxherët që janë të interesuar për të peshkuar talente të rinj, ke aty dhe studio muzikore që janë pa aq të interesuar për të peshkuar talente të rinj për t'i pasur të vetët, ke pastaj nga ana tjetër ke njerëz të industrisë muzikore evropiane që janë të interesuar për talente shqiptar të pa eksploruar më përpara ose që nuk janë bërë viral apo nuk janë bërë mainstream, që janë të interesuar. Pra aty e ke të gjithë mundësinë për gjetur vetveten edhe si më thon për të provuar, për të lidhur kontakte. Shiko, aty nuk do synimi nuk është për të shitur, se nuk kemi çfarë shesim. Ideja e çdo panajeri biznesi në thelb është krijimi i kontakteve, takimet B2B dhe shkëmbimi informacionit. Nëse unë takoj e zëm një kompani e cila merret me pjesën e marketingut, PR-it, ata mund të kenë janë të interesuar biznese të huaja që kanë interes për të reklamuar në Shqipëri. Ti si një influencer, për shembull, ti mund të takosh përfaqësuesit e Sunny Hillit, të cilët janë të interesuar për content creators apo për influencerë shqiptar, dhe ti këtë verë mund të shkosh në Prishtinë dhe ti jesh, si më thon, partnere me ta. Siç është hapësira e krijuar për ty, mund të jetë edhe për artistët apo edhe për një menaxher shqiptar që do të vijë gjej talente, do të gjej ty aty apo dikë tjetër që do jetë aty i interesuar për të krijuar kontakte, për të lidhur. Interesante Leila. Ne do shkojmë sigurisht, kështu që unë kam ndar mendjen, do krijoj kontaktet e mia, nuk i dihet, më del diçka e re. Hajde kështu siç jeve. Po mos seksi siç jam sot. Nice. Interesante Leila. Po mos e thuaj, mos e do tremben të tjera, do të thonë se po vim ne gjithë do marrin lein. Kosa lodhe me na kanë mbritur Viserlo, poshtë.
Do ngjitet lart për pak. Te pjesa e entertainment janë të interesuar në Musex për artistët e rinj, të cilët sapo kanë dalë për nga Big Brother për shembull. Nuk e di. Po mund të vinë. Jo, mund të vinë. Mund të jenë të interesuar, po. Shiko, Veserli na ndaj një Është koment tani për interesant Veserlo, Veserlo. megjithëse Po, atë sa po thoja, se Veserlo është Do ta personazh. kemi në pjesën e dytë, po. Na thuaj pak. Para se të ndroj menje. Jepi. Jo, shiko, është një artist shumë interesant, është shumë kontrovers, edhe menaxherët janë gjithkohës në kërkim të talenteve kontroverse. Kështu që pse jo mund të ketë fatin e vet. E rëndësishme është mos e prishi Veserlo, siç e ka prishur gjithmonë vet. Po nuk do jetë Big Brother aty, është një interes. Çka ka prishur vetëm Big Brother. Ku tjetër zbulo dhe fol. Po me se e ke parë. Folo tani o ku. Në 10 orë, rove? Po s'prishi gjë, ju ja prishët se e votuat me kuqe. Jo, ne ngritëm, nuk e prishëm. Vetë prishi pastaj, por gjithsesi. Po çfarë po flasin Tomoli? Është një muhabet që do updatohemi pastaj. Është një festival tjetër. Do updatoheni pastaj. Kush më uron muaj të mbar, baba. Mirë. Kush mi? Vin nga këto mesazhet me filxhan kafe. Pezja. Edhe me calule. Seriozisht e ke? Shipe Gonja dhe Valbonia. Ne lexo pak tani urgjent, ne lexo pak çka ka ardhur. Jo. Me ta lexoj. No. Lexoj tani. Ajo një data. Kush i di kush fare duke folur? Një sekond. Ja ta hap. Mirë, mos e ndroj emrin. Po pra. Muaj të mbar, nuk e di. Po jo një data lexoj unë tash. Nëse keni nevojë, jo, është reklam. Që ka dyshek. Nëse keni nevojë për, jo nuk kam se nuk flen në dysheme, e kam një dyshek timin tashmë. Me pak fjalë në 11, në 12 dhe 13 prill do të keni mundësinë jo vetëm të argëtoheni tek sheshi Italia, të bëni shoqëri të mirë, të lidhni kontaktet e duhura nëse i përkisni botës muzikës, artit dhe jo vetëm. Mund të takoni Andi Vrapin të. Por mund të takoj njëri. Mundet të kaloni net argëtuese edhe ditë shumë interesante. Andi, shumë faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit ju të treve që jeni kaq të mirë edhe për hapësirën që i krijoni gjithmonë eventeve të tilla. Jo vetëm ju, po edhe Top Albania Radio që mezi po presim, unë mezi po pres me të drejtë në ta shoh live from Tirana aty poshtë. Është shumë e bukur se kemi bërë një tek sheshi Skënderbej. Kemi dalë jashtë studiove dhe kemi bërë emisionin atje dhe ka qenë për herë të parë do dalë gjithmonë Jonida thotë e kam bërë. E kam bërë në 2005-ën e kam bërë unë po na lëro gos një të burrë. Jo, po thoja që është shumë qejf, kështu që do kënaqeni shumë. Kalojmë në publicitet edhe ku të vi? Të bëj emision. Ta bësh ti live from Tirana. Po jo, unë s'është emisioni, po kë. Do kaloj të bëj një xhiro. Pak publicitet deri kthehemi sërish në studio. Ka mbritur Veserlo, i cili do të na bashkohet në pjesën e dytë të programit, do të flasim gjerë e gjatë me të dhe se çfarë ka ndodhur të re. Çfarë ka të re në jetën e tij? Plot të reja. Ka. Sa del nga Big Brotheri ke oferta. Doli edhe lajmi dje. Doli edhe lajmi dje në Prime. Se çka bër ai Veserlo? Ka bërë ca gjëra. Si u duk Prime mbrëm? Se nuk ju pijeta. Tani Pjesa Rozanes ishte më e bukur, letra nga ishte shumë emocionuese vërtet. Nga partneri i saj, domethënë ajo më preku shumë. Besoj për ty Jon që dje ka qenë një Ballë më ngacmove. Ja, s'është ngacmove. Ishte me të vërtet shumë emocionuese, jo vetëm për mua, se në fakt e dija këtë pjesën e gjërave që i ka ndodhur, po në fakt e kuptova që vërtet në një program të tillë njeriu mundet ti tregoj të gjitha ngjyrat e tij. Dhe kam përshtypjen nga izolimi total dhe nga mbi ngarkesa emocioneve që njerëzit përjetojnë atje, kur bëjnë këtë pemë në jetës është akoma dhe më ndjerë se sa po t'i pyesësh në një moment normal të jetës, kështu që besoj se është një kujtim shumë i bukur për ata nga kjo eksperiencë dhe për familjarët e tyre kur dëgjojnë këtë përshkrim. Mirë. Dhe dhurata që ju bë pastaj ishte shumë e bukur. Ishte vërtet shumë e bukur. Kështu që Prime i djeshëm kishte shumë dinamika. Niko po ashtu do të na bashkohet, na thotë se kush ishte veshur më bukur dhe kush ishte
kot më kot. Skandal. Pa nuk besoj që Niko kishte dje kot më kot, po thot ua, pas ka pasur. Kështu që shumë gjëra do të flasim në pjesën e dytë të Pardon My French. Ju do dëgjoni edicionin informativ të lajmeve dhe rikthehemi pak minuta më vonë. Se na erdhët Niko Komani dhe ai. Përshëndetje. Viserlo, i ndryshuar, i transformuar. Gjithmonë i bukur ka duke qenë. bërë gjatë tiksa kova. I zbukuruar. Kam një surprizë për ty. Paha. Më prisni një sekondë. Ua, patjetër. Mbajeni pak me muhabet se erdha. Po, unë them që ti i bukur ke qenë edhe më parë, nuk kishe nevojë për ndonjë ndërhyrje. Shumë faleminderit zemra ime. Gjithsesi Jodita nuk tha ke ardhur më i bukur, tha ke ardhur i transformuar, por që të bëj dhe faleminderit. Ke ardhur më i bukur sigurisht, që mund të të bëj dhe një kompliment që ishe i veshur shumë bukur Sot? in general në Big Brother. Edhe ta Faleminderit. thot Niko Komani këtë është big Ai që të deal. ka veshur është mik i të dyve. Wow, rime huda e re. Shumë rime për ty. Shumë rime për Pritet duhet me dojnë dëshira, apo nuk ose në Rime, rritje unda e Viserlos. Shumë rime për ty. Bravo! Edhe njerë se dëshë Hajde, do pas ka probleme. nice, ë? Si duket? Shumë E nice. bukur duket? Këto urimet që bëhen nëpër torta, urime, Surprizes. Happy birthday Dafida ndërkohë në kufje. Nuk kam ditëlindje jo, po falënderit. Happy birthday Hunda! Happy birthday Hunda! Sot feston një javë. Më pak si një Sa javë, lezetshme besoj. që ka, shumë falënderit. Sa ditë të bën? Ekipa. Ekipa. Zakonisht në Kosovë kam parë që bëjnë në torta për raste, çfarë do lloj urimi, domethënë edhe është shumë lezetshëm. Doja të vizatoj edhe një hund aty, por nuk e dija formën eksakte si. Është problem. Pikpyetje se ka bër, jo, pikpyetje është koka, si i bie kështu. Jo, ke vetëm Ise. shkrimin. Si e Whatever. një? Si e? A ke marr vetë? Ja, ajo që thuhet mirë, sa për inerci, por që kam qenë shumë i lodhur fizikisht edhe shumë e ke parasysh kur zgjohesh ndonjëherë me atë gjumin e drekës që nuk e di do të shtet je, do të univers Dhe edhe pse? sa është ora dhe pse. Por pastaj bënja dy vërdallisje në shtëpi edhe del në konkluzionin e po mirë. Kështu që ashtu jam momentalisht, po avash duke catching up the reality. rikuperuar, po. Patjetër. Tani, ti besoj ke patur mundësi gjatë gjithë këtyre ditëve të shohësh, të hulumtosh, të lexosh. Sekond, po thuaj. Se isha larg. Edhe si e ke përjetuar gjithë situatën pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri? Situatët back to normality. Do të thënë thjesht i vetmi ndryshimi ishte që pas çdo 1 metri të hecuri kisha jashtat njerëz që donin të bënin foto me mua dhe isha pse dreqin. Por okay. Nuk e marr kritika, ke marr vetëm komplimenta? Kritika janë gjithmonë edhe ku diun, për gjë më të mirë bot ka kritika. Dhe mos për xhelozi, dhe mos për zili, dhe Cilat mos ishin për kritikat? kritikë sepse realisht nuk të pëlqejnë edhe janë mirë pritura gjithmonë. Cilat ishin kritikat për shembull? Tani pa fund, po zakonisht shqiptari bën kritikat me kërcënim dhe me fjalë të pista, po të doni ju a them se jemi dhe në Pardon My Friends, po Mi kemi ato fëqit. E kemi aty diku. s'keni. Që janë këto? Bravo. Uaj, bëni kështu sa herë flet Po, dikush diçka. kemi një vit. Sa interesante, vetë e bëj vet. I kemi marrë masat. Nuk marr Yes, gjoba yes. tani. Faleminderit. Okej, Pa qensur. Okej, Viserlo, kujdes mikrofonin. Patjetër. Atëherë, kritika, nuk janë kritika, patjetër, por ishin Në rangun e ofendimeve. po, rangu i ofendimeve të ishin afrikanët e të tjera me radhë. Por që këto janë gjëra normale, i kemi marrë edhe në kompeticione muzikore, unë kam kënduar e kështu më kanë thënë. Pak rëndësi ka kjo. Në një pyetje tjetër apo? Po gjërat. Okej, kalojmë ke gjërat e bukura. Çfarë kanë thënë gjërat e bukura? Si të kam parë? Tani unë kam parë që shumë njerëz jashtë mua më prisin me fitore nga Bigu. Jam habitur, nuk e dija që kishte pasur impact shumë të madh ajo hyrja ime. Si uragan. Jam uragan, hajde merre karamelet. Por që kishte pasur,
pavarësisht se mua më duken pak cringe disa momente kur i shikoj tani, e them çka bër kështu, se mund të kisha bërë më mirë. Mund të kishe bërë më mirë? Mund të kisha bërë më mirë. Çfarë mund të kishe bërë më mirë? Nuk e di, se aty brenda dalin gjërat jashtë kontrollit shumë shpejt. Domethënë ti e Se dis qa për mund të kishe diçka bërë ndryshe, edhe ndoshta? pastaj Po. çfarë mund të kisha bërë ndryshe? Ças do kishe dashur të bëje tani që ke parë veten nga pas? Mund të isha vërsulur më shumë, sepse arrit një pikë që thua hajde se loj është një herë vjen jetë. Hajde ta bëjmë. Unë si Niko, mua Por më pëlqeve që hyre kështu si hyre me shpatë në dorë dhe ishte i zgjoj pak njerëzit aty. E di ça më ngeci pak mua tek ty, më ngeci që i ke i thoje pastaj, dëgjoj se e rregulloje muhabetin për 10 minuta. Për mendimin tim duhet ta çoj, domethënë ta mbaje më gjatë, ta çoj deri në fund. Po sepse, shikoj, di pse do kjo gjëja. Kur ti zjeshe, debatoje me dikë dhe them, Po. Okej, pas 5 debatoj. minutave dhe do Dhe iki do e t'i di thotë pse se do më kjo gjëja aty brenda, sidomos kur sa hyn edhe ti je një person pa buxhet dhe varesh nga të tjerët, unë nuk kisha cigare. Okej. Dhe duhet të shkoja të i rregulloja marrëdhëniet me njerëzit aty për një arsye apo tjetër, ndoshta për informacion, ndoshta për diçka për cigare në këtë rast apo ku di unë. Për çfarë? Por që kjo ka ndodhur, nuk është se unë kisha një kështu rëndje që apo se bëra gabim apo jo, unë Mendoj se të duhet gjitha isha pak. gjërat që bëja i bëja duke ndjekur një objektiv dhe duke pasur një studim në kokë, patjetër që shumica e gjërave aty kanë qenë të inskenuara për të arritur diçka. Për shkak të lojës, Për po. shkak të lojës, patjetër. Thej që hyre si uragan, kemi shumë pak sekonda se do kalojmë publicitet, por Okej, ma wow. ruaj si përgjigje. Pas ka kaluar një orë apo? Thej që hyra si uragan, megjithatë ditët e fundit dukej sikur nuk po t'jepnin shumë hapësirë debati. A është e vërtet kjo? Banorët aty brenda thua. Ndoshta nga që e kapën apo ta ruaj për pas publicitetit. E ruaj më mirë? Po si thua, gjithsesi ata e Bleri kapën, e njëra lëm saj. këtu që ata e kapën. E ka. Publicitet. Ja ku jemi sërish në studio, Viser Lokuelam. Qose ti mund dëshmëri bësh dhe një herë pyetje se Viserlo nuk di ku ka lënë hard diskun këtë ditë. Edhe është pak Hyre në mes të një edicioni. A mendoj unë se më ignoruan banorët javën e Ditët e fundit, fundit, po thua. Atëherë unë mendoj që duke qenë që hyra shumë fuqishëm në fillim, ata u mësuan me atë gjë se ishte e para që u servirë edhe pastaj këto uljet e mia dhe mirësinë apo momentet ku unë isha njerëzor, se ka pasur pafund, nuk i pash shumë vërdall si gjëra, po ka pasur pafund momente kur unë jam treguar njerëzor aty brenda. Mendoj që i morën kështu që e ke parasysh shira ajo gjëja edhe pastaj sepse e dini çfarë mund të pristin edhe patjetër u morën me njëri tjetrin pastaj. Pas ata, pra nuk po të përgjigjeshin që të mendoj krijojë unë, debat. po, s'është është djerë në shtëpi, me që ti po e thuaj bie që nga parë kështu jashtë. Po e komentoj duke qenë se është folur edhe në rrjet, po. Kur nuk të kanë dhënë hapësirë, nuk të kanë dhënë vëmendje atë. Nuk kanë dhënë debat. Aty Thjesht ti ke është pasur një tërheqje vetë personale, ndoshta nuk është e thënë që Edhe ta këtë kanë e ka mbyllur ato. pasur me thënë të drejtën, sepse rash pak në qetësi javën e fundit, isha në atë mundin tim, e ke parasysh që Kjo është normale. nuk kisha social battery, s'doja as të shifja, po isha në një shtëpi, po gjithsesi. Sepse ne do të përditshme kur ne nuk duam të kalojmë kohë me vete, dhe dim ku të mbyllemi në shtëpitë tona, po aty brenda nuk ke si Po ta në bësh. fakt Virselo në kohën në gjithësinë e tij le të themi është ai uragani i pjesës parë apo i qeti i pjesës dytë? Viserlo është gjithmonë Apo dyja bashkë nga pak le të themi. Viserlo është gjithmonë në bazë të çfarë Se më person. falë të ndërpresë, kemi pasur këtë debat në studio, pra Viserlo është kështu dhe jashtë, kemi pyetur dhe miqtë e tu në fakt në emision. Dejan, po. Po, e Dejan kam si parë, e kam e parë. përshëndesim dhe ajo na tha kështu është. Pra, Po, e kam dëgjuar që ju tha është tip provokativ, është përdor ironi, por aty e ka shtuar dozën sepse i duhet për lojë. E kam dëgjuar edhe këtë, patjetër unë provokimin e kam, ironinë e kam, sarkazmin e kam, nuk do e mohoj që jo, por është gjithmonë në varësi të çfarë personat që unë kam përballë
nxjerrin nga unë. Normalisht nuk jam me gjithë njësoj, siç askush nuk është me gjithë njësoj. Ne kemi raporte ndryshme me njerëzit në përditshmërinë tonë, ashtu edhe kudo, në punë, me çdo kënd, por që më duhej ajo anë imja, më duhej sepse përndryshe do kisha përfunduar si 4-5 kush ishin banorët e tjerë që hyn pas 2 muajsh që unë personalisht edhe pse i pata në shtëpi nuk i mbaj më demrat. Ishte Riki, Mikela, Rizarta. Po bëj shaka, patjetër që ja mbaj më demrat, por jo, më ka ardhur një koment kështu që thoshte ti big më të mirë po bën jashtë se sa ty brenda. Por që po, do të kisha në kontekstin që nuk është se kam bërë një gjë të madhe për të mbajtur mend. Me modesti më të madhe them këtë. Jo, ke bërë, ke lënë. Jo. Personat Ata të tjerë, pak të lutem. Cili është banori që nuk e doroje dot fare, po fare në shtëpi? Banori që nuk e doroje dot fare, po fare në shtëpi, mund të them të gjithë nga pak në situata të ndryshme sepse një që realisht acaron. Gjesti kur bën ato, shiko, unë do e them publikisht, unë nuk i duroj dot kalamajt. Unë kam një bes 10 vjeçare dhe jo realisht e them këtë dhe kur ajo luan ose bën gacmime fëmijësh në shtëpi, unë jam kështu merreni ju lutem përpara se mësoset durimi. Nuk jam prof fëmijëve si njeri, ti kem afër, domethënë ndoshta do vi një periudhë në jetën time që unë do dua të kem edhe vetë një fëmijë, po momentalisht fëmijët janë gjëja që mua më acaron më shumë pas ignorantëve në këtë jetë. Kështu që Gjesti kishe të dyja do të thuash. Jo. Gjesti ka më shumë se sa vetëm këto të dyja, por të paktën këto të dyja që mua acarojnë më shumë ti, ai i personifikon më smiri, kështu që Gjesti me pak fjalë. Por që kemi pasur momente edhe me Gjestin që jemi ulur, ka qenë shumë i prekur në disa situata që edhe unë i kam qëndruar afër, sepse siç e thash pak më parë, varet nga situata dhe çfarë njerëzit nxjerrin nga unë, si çdo gjëri ne kemi gjithë edhe të mirë dhe të keqen, edhe empatinë, edhe simpatinë, edhe inatin, urrejtja është gjë e madhe, po e kemi. Gjithsesi dashurinë gjithashtu. Por që në një situatë tjetër ti mund t'i evitosh nëse dikush nuk të pëlqen, aty nuk ishe çfarë bëje. Faleminderit. Po personi duhet të rrihem me ta. Le të njihemi, gëzohem. Personi që kisha më afër dhe që vlerësoja më shumë. Personi që kisha më afër ka qenë Laerti faktikisht. Po, me Laerti kim pasur ato analizat tona si për lojën ashtu edhe për jetën, pavarësisht se Laerti gjatë gjithë kohës ulesh edhe fliste për historinë e popullit edhe të që unë isha kështu, çfarë po thot, pse nuk po mbaron. Edhe ty të ka folur për komunizmin? Por më ka folur për çdo gjë faktikisht, por që unë si person që ndjek moderne zakonisht e gjeja veten bored nga këto historirat për një epokë që unë nuk kam jetuar, edhe thoya pse unë e gjej veten duke bërë thashë them për njerëzit që nuk janë më në jetë. Por Daja patjetër, edhe pse Daja ka një këtë vështrim tjetër të jetës, si një virgjëresh që është, u kam lexuar madje edhe në një libër astrologjik tek vitet e një peshore, ujori dhe virgjëreshët, dhe thoshte virgjëreshat mendojnë se kanë të drejtë, ujori e di që ka të drejtë. Kështu që jemi përballë dy shenjave inteligjente të zodiakut që kanë perspektiva të ndryshme, por ujori bazohet në realitet. Me 10 të tjerët budallëjnë. Si ai qeros me duart mes. Po këtu. Jo. Shaka. Le të lexojmë librin. Domethënë Danja ishte personi që ti U Danja kam shumë për zemër, me thënë drejtën, kam dëgjuar shumë për Danjën edhe nga miku yni përbashkët jashtë Dritë Bertiri, por që gjithsesi si e pe Danjën prajmin e djeshëm? Nuk e pash prajmin e djeshëm, kam parë vetëm disa. Një përballje me Eglin edhe një prishje miqësie mes të dyjave. Shiko, unë kam thënë edhe brenda shtëpisë që Egli ka nevojë për terapi dhe i bëjmë kësaj gjëje. Jo, është shumë reale, sepse ka realisht shumë nevojë për të punuar me psikologjinë e saj, është shumë e rënduar, jo, nuk është më mirë, është shumë e rënduar, mendoj unë.
Ajo thot që jo, dhe nuk pranon që askush t'i qaset, ne jemi qasur gjithë si banor aty në një moment apo tjetrin për t'i shndruar afër edhe për t'i dhënë ndihmën tonë, po na ka prerë me thik. Zgjedhja e saj, gjithsesi, aty ishim, do njiheshim, po nuk është se na u dha dhe aq kohë. Ti Viserlo në fakt pate edhe një afrim po ashtu me Loredanën dhe me Aldon dhe pasi ke dalë nga shtëpia ke bërë disa deklarata për të cilët ke thënë se nuk je dhe aq i lumtur për sinqeritetin që mund të kenë pasur ndaj teje. Ku mendon se ishte problemi? Nuk e di ku i kam dhënë këto deklarata, po me që i pas kam dhënë, po t'i japi edhe një përgjigje për këtë gjë që supozivisht pas ka ndodhur. Patjetër, për mua në moment që hyra aty e kisha shumë qartë kujt do i vërsulesha dhe kujt jo. Ata ishin 4. Që është një batut që u përdor, ishte Daja, unë, Aldo dhe Lori, që ishin personat të cilët unë bajta afër dhe më bajtën afër në hyrjen time në fillim. Dhe kurse si nuk doja t'i sulmoja, por pash që pas 2 muajsh ata ishin luhatur dhe kishin këtë ishin bërë vampir për lojën dhe çdo gjë shikonin në kuadër të lojës. S'pe ndodh kjo gjë aty brenda. Nuk ka asnjëherë. Cili ka qenë momenti që ndjeve që u zgënjeve? Momenti që kam parë mimika apo fjalë në kod të koduara nga natyre tek të cilat mund t'isha përfshirë edhe unë në një moment apo tjetrin, edhe thash this is not fair, but you're messing with the wrong guy. Dhe më pas, sulmet e mia ishin edhe për ta pas një kursim edhe gjetën çfarë kërkuan në një mënyrë apo tjetrën. Se e kërkuan mendon, a? Ua, patjetër. Unë nuk bëj, shiko, unë jam personi që dit fal shumë paqe dhe dashuri. Kur e djej, jo kur dua, kur e djej, kur nuk e djej u thjesht largohem nga njerëzit, aty brenda siç e the dhe vet nuk kisha këtë luks dhe ç'bëra u mundova të nxirja diçka në bazë të rrethanave dhe rrethinave. Kemi pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Na falni për frëngjishten, po bisedat jashtë janë shumë interesante. Viserlo, ku e lam? Nuk e di. Ku e lam vërtet? Po e lam tek Ola. Je pajtuar me Ola? Me Olën. Nuk është se kam pasur në marrëdhënie jashtë me Olën për të pajtuar, domethënë për të rinisur çfarë kishim lënë. Olën e njoha në Big. Dhe pse ajo pretendonte që ishim parë në një klub, po zakonisht nëse më shikoni në klub jam drug, kështu që nuk mbaj mend. Nëse nuk e mbaj mend nuk ka ndodhur, kështu që do të qenë një nga ëndrat e Olës. Edhe mundet të ketë qenë një natë shumë interesante, të cilën ti nuk e mban. Nuk e mban mend. Interesante dhe Ola nuk shkojnë bashkë në një fjali, por gjithsesi Ola është një super sexy girl. Me thënë të drejtën. Dhe me që jemi tek stili, tani po mshet kalendarin, tek paraqitjet, po do vazhdoj edhe këty. Domethënë, mua më ke bërë përshtypje sa i përket lookut, pamjes, tani vjen dhe më i ndryshuar, ke lyer flokët. Kam përshtypjen që nuk doje ti bëje kështu platin brenda në shtëpi, se ishte Shiko, shtëpia Big Brotherit është parë për ishte shumë platin. Këto thyerjet e tabuve që nuk e di domethënë pse konsiderohen të tilla, sepse ka ndodhur që në Big Brother 2 kur Luizi leu flokët, ndërkohë që gjithë shqiptarët i kanë pasur një herë flokët platinë dhe bjond i ka pasur dhe Daxi, i bëri platin tek i pari. Kështu që faleminderit. Por gjithsesi, këta shqiptar kemi. Kur të da ndrohen, do flasim ndryshe. Ma më pëlqeu ndryshimi që bëre brenda shtëpisë, ishte një model bishpëllum, siç është e njohim të gjithë. Ballet kat, po. Dhe ka këtu 2-3 vite që përdoret masivisht nga të rinjt, dhe thash, okay, se kur hyri ishte me modelin siç e kisha lënë tek festivali që e pash herën e fundit. Jo, se kisha bërë, ka pasur kuqe, po modeli i flokëve prerja ishte thuajse njësoj. Ja, për shembull, unë i pata në festival, falë që të depres, i pata në festival të verdha unë. Po. Edhe tani komentet janë kopjove gjestin me flokë të bjond, ndërkohë që Viserlo që nga 2020 ka qenë bjond.
Gjithsesi, këtu jemi patjetër fal. Ishte Jemi thjesht ndërprerje. jemi njohur. E përdor kështu tani që nga Jo, po, shumë bukur e ke bërë, me thënë të drejtën. Qëndron. Por di të them që ke qenë të paktën ai Sandete një nga të veshurit, meshkujt të veshurit më mirë aty. Faleminderit. E kemi thënë Faleminderit. Merite e shokut. Merite e dritë Vertirit, po patjetër që e dua shumë dhe e përshëndes shumë, që më ka veshur edhe më ka kolludrisur. Dhe të ka bërë të diferencosh aty nga shumicat që rrinin me Faleminderit. tuta. shumë stil. Yes. Dhe kuriku ishte diçka, domethënë që i mungoje shtëpisë Ati nga koltuku të stili. kuq aty Po strategji. praj me Niko kush ishte më mirë? In the out? Do vazhdoj vendin e parë Danja, di të them që Loredana kishte një fustan të përafërt me Danjan, te ky prajmin e kaluar. Jo, se nuk e ka pasur të gjatë Daja, dhe e ka pasur me Me gura. trëndafila. Jo, e kishte një kuq. një nude me Nude me gur, gura po. dhe direkt Po, prajmi i kaluar i Loredana ishte me radhës të kuqe dje. i bie të shtunën. Kanë S'ka qenë gjë. kështu. Jo, të shtunën ka qenë me këtë E, po, fustan. mirë. Loredana Me dje gur, nuk më po. pëlqeu. Më duk domethënë nga të veshurat më jo keq, se nuk mendoj se ka patur këto kohë të veshura keq, po të veshurat më kanë qenë Gerta, Loredana dhe të shtunën e kaluar Rozana, që nuk e kuptova dot atë veshjen me këto mëngët. Danja mban vendin e parë të veshurat më mirë, më pëlqen dhe më ka pëlqyer historikisht shumë, po jeanset me korsen dje ishte, domethënë, shumë hapa bie para. dakord. Shumë hapa Bie para. dakord. Nga meshkujt? Biserlo. Nuk mendoj. Në shtëpinë e tij. Normal ishin të gjithë njësoj, thua se njësoj. Se mua nuk e pëlqyer ti dhe Jozi disa herë që kam thënë që Po. ka qenë një çik më modern apo Ty Viserlo si të dukej situata brenda shtëpisë? Kishin stil? Po, me thë drejtën, edhe madje unë mendoja që isha unë ai që nuk u vishte mirë aty brenda, sepse isha gjatë gjithë kohës për toja, më thoshte Daja, hajde të vendos pak concealer, si e bërë sigur s'ke fjetur gjumë. Por, e parë kështu edhe me komplimentin e Nikos, patjetër merite miku tim, se jo, por që aty brenda në shtëpi më, harrojmë që kemi kamerë. Harron që janë kamera dhe duhet të jesh me atë lirshmërinë në që të shtëpi, jep shtëpia. koltuqe në aty, koltuqe në shtëpi, krevat aty, krevat në shtëpi, më kupton. E çfarë të ka bërë më shumë përshtypje kur ke dalë jashtë? Kjo Diçka pra, që ke parë që nga ke thënë, Bigu thua. Seriozisht, jo, nga gjërat që kanë lidhje me ty. Se ka Shiko, qarkulluar duke një qenë- video zemra. Duke qenë, E videot tmerrshme. atyre pornstarëve aty në video ka pa fund, po nuk e di pse zgjodhën këtë. Ja, tani mund për të thënë mund që të tani gjash që më i shumë, bër- po, tani i gjan aty. Po se si kur- ka pasur, shiko, e para punës u si ka pasur kur flokët bjod në atë përbas. Unë i ka pasur të gjata deri këtu bjod, ose i ka pasur në këtë bas. E para kjo, e dyta, personi të fjalë nuk ka tatuazhe. E treta, video është shumë profesionale, videot e mia janë amatore, zot. Nuk thënë- janë aq, te kam edhe un video, Ke video? patjetër. Kam, po i kam për të mbajtur në vend e mia memories. Po, Okej. nuk janë aq profesionale tani, aty ishte kapur më mirë se sa unë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, 360 gradë, por këta pornstarët thash kanë video pafund që po ti kërkoni ja nxirrni. Unë nuk jam, po për ata që kanë qef akoma të fantazojnë që jam unë. Hajde, bismillah. Me muzikën Ç'të çfarë po them ndodh? A është momenti yt më i mirë ky? I ndihesh i frymzuar? Ke nisur diçka? Unë kam shkruar diku te 8 tekste dhe kompozuar këto tekste në vijë melodike që pasi kam dal, por akoma nuk kam hyrë në studio për t'i përpunuar, besoj gjatë kësaj jave do ndodhi kjo gjëja. Sepse kam qenë në këtë sikletin e hundës. E hundës. Po, ndonjë të re. duet me ndonjë nga banorët? Banorët. Vetëm po këndova me Rizartën dhe me Olën. Po jo, më ke gjestin, ke Klajdin. ke Apo se plot. them banoret. Banorët. Banorët. Okej, dakord. Jo, me të drejtësisht se kam folë dhe se kam menduar. Por që nëse vjen në një rast në gjë, pse jo, unë i hapur do isha. I hapur do qe. Edhe me gjestin apo? Shiko, në studio gjithë këndoj mirë, kështu që nuk besoj se do na dali keq kënga. Sepse jo gjithë jemi për këndime të sakta. Në klip lej.
Si? Te klipi lej. Po patjetër, ikim gjithë bashkë. Shkojmë të gjithë në grup. Domethënë jenë në rrugë të mirë, me muzikën po ecën mirë, lukën e ndryshove. Unda duket shumë Le të shumë themi nice. që po. Televizioni është në synimet e tua? Patjetër, ka qenë gjithmonë në synimet e mia televizioni, por le t'ja lëm kohës edhe le t'ja lëm punës, do thoja. Domethënë e ke një vend. Po shiko, Të unë kam rezervuar. thënë gjatë gjithë jetës time që unë kudo shkoj dhe kudo të më hedhin, unë shkoj me karrike me vete, nuk pres të më hapi dikush ta një liroj vend, dikush. por që sepse gjithmonë, domethënë jam person që ja bëj vendin vetes, qoftë edhe për keq apo për mirë, unë ditë ja bëj vendin vetes, besoj është parë pak kjo. Pse jo, domethënë e kam në mendje. Okej, Nga ata super. që kanë dalë, ke marrëdhënie me ndonjë, del, frekuentohesh? Përveç Krisës edhe Tirit, që për të dalë jo, po kemi folur, me Valbonën kam shkëmbyer disa mesazhe. Kush tjetër? Me Rizartën gjithashtu, kemi shkëmbyer disa mesazhe. Me Xhibanin u zgjidh? Gjibani nuk më flet akoma, nuk e Nuk di e zgjedhur pse, akoma. po besoj e ka karakteriale me çdo individ, kështu nuk është se i kam rënë edhe unë. Tash që dëgjoj lej, do fusim mik lej në do shohet situata. Vazhdon Një ky muhabet tani. sa- Nuk është se da lidh edhe shumë puna, po gjithsesi Si janë vërnone të dyja. Po ja ke gjithë tani, bollmo. po pse që Ja ka vënë lej. s'ka lej Histori. Historia e bukur dhe romantike. Ne jemi këtu për ty, jo Dakor, për Gjibanin. Që me qira fjale përshëndesim. E përshëndesim dhe Përshëndetje Gjibo, Mikë të shpresoj një emisionit. ditë më flasësh. Gjibo. nxivo dhe urime për Po këngën. thirrje publike, urime dhe për këngën ishte shumë e lezetshme, me thënë të drejtën. Wow. Ja ku kemi dhe Kellin përballë, i cili do të vi po në këtë studio me Elona Durën pak minuta më vonë, sepse do të vi Big Brother Radio. Big Brother Radio, okay. Dhe Viselo mendon që a kam, domethënë do kesh misi të vërteta pas këtij Misit edicioni. vërteta, me ata që kam pasur para se të hyja, me Dea Vjerin, me shaka. Po, pse jo? Që është po ashtu banore, ish banore viti e Big shkuar. Brother. Unë jam i hapur shumë. Faktikisht jam personi më social i mundshëm, patjetër kur na bashkojnë energjit plas, jo kështu. Hajde kuturu. Por që të shohim. Si do ta përkufizoje gjithë të rrugtimin tënd? Kaotik, do thoja, edhe diçka që i duhej rutinës time, sepse u bën disa vite që unë në punë, shtëpi, në kafe, në shtëpitë e shoqërisë, tek shtëpia ime me shoqërinë. Po kupton? Vajte në një shtëpi tjetër me shoqëri. Dhe mendoj se Aty vetëm shoqëri që nuk ka, sepse janë gjithë fokusuar tek loja, o zoti i madh dhe kjo. por i shkove në momentin e dur, atë po thoya që ishe fiks ngjyra e duhur në momentin e duhur se kishin filluar pak të bëheshin mish, vëllezër, motra. Po, shumë në paqe. Shkova dhe i Shumë pak. përçava thua atje. Po, mendoj se ishe ideali dhe Përçave nga të- sundo, komplet. Nga të rinjt mendoj që ishe Find and nga ato që destroy. hyn nga mesi e tutje ishe ai që në të vërtet u identifikua. Faleminderit. Më pëlqen që Bie pak në kontradikt kjo që thebe çfarë u përfol aty brenda, që unë nuk dija identitetin tim, por gjithsesi. Edhe Jo, për e këtë di video shumë mirë. pornografike që përbëd, U unë mërzite dija. kur e pe? Jo, patjetër që jo. U kam qeshur dhe Kush thash ta qyra tha? pas ka Kush- bër. kush ta tha? Mua ma kanë thënë faktikisht Jozi dhe ta kanë Xhibani ma kanë thënë brenda në fjalë të tjera. Ne kemi parë një okay. ëndër me ty bjod dhe rënkoje dhe e mora me bën që okay. ç'do ishte bër. domethënë pas kanë nxjerr informacion nga jashtë kur ti ishe brenda. Shiko, ma kanë thënë si një ëndër, po gjithsesi Dhe dua të nuk them- është konsideruar i tillë kush jam unë në fund ditës. Gjithashtu ka dalë një video tjetër që nuk e di ajo. A e duke u puthur? Po, edhe aty mendoj që Patjetër. ato njerëzit se në ato momente nuk isha çfarë është kjo? Mendova që pse po e përdorin tani, domethënë Shiko, ta shpjegoj unë mbasi pse se po e keni parë përdorin. si video Jo, po. nuk Atëherë, nuk e unë Ka qenë edhe një video e Është një dytë. video tjetër? Është një video tjetër. Unë Se kam para tjetër, në thjesht
Më kanë thënë që ka qarkullur. Ju e dini që unë Vojodita. Të parë zemra se Vojodita. e kalova. Kjo shqiptare e filmit, Është një gjë e lirë doli nga kjo. Gjë e lirë doli nga kjo. Është prishur tabuja e të parit dhe të folurit për filmat porno dhe sidomos ato midis dy meshkujve, se ajo video e tillë që u insinuon të përbua. Gjithsesi, po flasim për këtë video tjetër. Që do e shohim pas. Atëherë unë tek ai klabi jam puthur me gjithë biletin, me thënë drejtën, me çuna dhe goca, sepse i tillë jam unë, jam shumë social, jam shumë fari edhe puthje në buzë për mua nuk është kompleks. Unë mund të puthem buzë edhe me ju që jeni këtu tani dhe për mua nuk ka të bëjë asgjë. Kur dikesh do na kalosh të gjithë. Jo, e kam seriozisht, për mua puthja nuk përbën diçka shumë intime. Mua thjesht më duk momenti gabuar se e ka pasur dikush i afërt mbas atë video. Jo, nuk ka qenë fare i afërt personi. Mendoj që u keq përdor në momentin. Shiko, personi as në fjalë as në video, unë madje as nuk e baja mend personin në video, por unë te telefoni im nëse kërkoj dhe hulumtoj, mund gjej mbi 10-15 video duke u puthur me njerëz të ndryshëm, çuna dhe goca, tek ai klub, sepse i tillë jam shumë jo mi baj mend se kam edhe video aty. Prandaj pra i ruan. Domethënë ky celular nuk e di arkiv. Celulari im është muze tani. Lutem shumë. Po, ky është shpjegimi vetëm dhe s'kam dashur të merrem me këtë gjë sepse në fakt është nuk kam dashur të jap ushqimin që ka dashur të kafshoj nga buka ime. Të pëlqeu imitimi sa aty tu duke si i bezdisur. Unë isha në gjumë aty faktikisht dhe kam dëgjuar thjesht një person që bërtiste shumë, kam hapur syt i tmerruar edhe pastaj doja të qeshja dhe kujtova që s'ka goja dot. E morë mirë. Shiko, keq nuk e mora, po edhe shumë diçka, do impakti parë nuk ishte edhe aq përqafues nga ana ime sepse më bëri habi çudi edhe nuk e prisja me të drejtën, prisja një person të afërt që të vinte aty siç erdhi të tjerëve dhe të bëja këtë dramën sikur po qaj. Po por që si bëna bëri por që ishte fal, ishte lezetshëm, ishte shumë bukur. Të dish që të ka ngritur të paktën në sytë mia. Nuk pëlqen kjo gjëja se e kam dëgjuar shpesh. Në botë, përgjithsisht, duhet jetë karakteri, patjetër imituesi. Absolutisht. Dhe nuk besoj se imituesi grek karakteri. Patjetër unë mendoj që Gjip Logisti është një aktor i shkëlqyer, është një profesionist, por mendoj që Eugenit jam dashur unë patë ishte në vërsëlloja, nuk është se ka qenë e kundërta. Nëse kishe 1% e njerëzit që të shihnin pak me sy çuditshëm, i zbuti Eugeni. Pra e bëri ta shikonin personazhin tënd ty, të shikonin si personazh, pra kupton në këtë aspekt, jo se të ndihmoj në lojën tënde apo. Shiko, ne mund të bëjmë dakord për mos qenë dakord. Por kjo është preja më e parë. Unë e përqafoj shumë personazhin e Eugenit, domethënë në vërsëllojës, edhe më pëlqen shumë fani, është ti ka parë flokët e rinj që të ndroj parukën. Po, mi ka parë flokët e rinj, nuk e di a do të ndroj parukën. Po. Do jetë Dea këtë të diel në portokalli. Eftuar. Nuk e di se ç'do bëj, po. Se dia do jetë tek Big Brother apo jo. Ndoshta tek Visiani, po base, po. Ndoshta tek Visiani. Tek si e ka Midioni? Midioni. Jo, mund të jetë edhe tek personazhi që është kështu si i fortë. E personazhi që është i fortë. Për këto na flet vetëm Rizarta, kështu që po sim në këto tema, është i fortë ai but. Vazhdoj me çka kush është e sqaruam ato. Vjesela Rizarta e kemi gjatë shumë. Vjesela në na vjen. Jo, është shumë vajzë mirë. Ta kam folur. Shumë vajzë mirë. Ne na vjen shumë mirë që ti periudhën pas daljes nga shtëpia e ke përjetuar shumë mirë, se po e shohim. Ke filluar të merresh me veten, me muzikën, me gjërat që do të bësh, me televizionin. Edhe shpresojmë shumë që takimi ynë i ardhshëm në këtë studio të jetë për projektet e tua të reja muzikore. Hajt inshallah. Ke shumë stil. Abad keqe. Ke shumë stil muzikë edhe në look. Kështu që të urojmë shumë suksese. Ne po vim drejt fundit se do të vijë Elona
Kellin. Tani me Dakor. Kellin si kishe marrëdhënie? Aty. Shiko, unë me Kelli kemi pasur marrëdhënie të U pajtuat apo jo? Do të thënë të ndodhin Do gjë këtu jashtë. pajtoheni tani aty apo jo? ajo nuk guxon njëri me bua në këtë moment që ka bërë ka hundën, hundën, jo, nuk por, afrohet askush. Do të thënë 1 metër distancë gjithëve, por nuk besoj. Kellin e kemi gjatë, gjithë aty i kemi gjatë, faktë nga ana ime. Se Nuk unë do jam njëri ketë shumë hatërmbetje. paqësor, po për çfarë? Funditës, se më tha që nuk do futesha në burgun e burrave por në atë të grave. Mendimi ti. Të shohim ç'do ndodh në korridor. Ne po Shumë largohemi. këngë e bukur kjo faktikisht. Ne po largohemi. Shumë faleminderit Viselor që ishe sot. Në pardon. Edhe do dëgjohemi Pardon, my fridge. të mërkurën tjetër me të gjithë ju. Faleminderit kolege Faleminderit, nderuar. bye bye. Faleminderit kolegi nderuar, kolegi nderuar.